Karriera e Flaka Krelanit i ngjan ndezi së një zjarri, të ngadalt, por të sigurt. Ajo ishte vetëm 13 vjeç kur për herë të parë nisi të angazhojë në skenën lokale të muzikës rock në qytetin e saj të lindjes, Gjakov. Por kjo ishte thjesht zanafilla. Përvoja në lokalet e muzikës live ishte e dobishme, por e pamjaftueshme. Ajo nisi studimet e mesme në Liceun Artistik të Prishtinës për kanto. Deri këtu gjithçka po shkonte qetësisht, derisa erdhi viti 2004 kur Flaka u përfshi në një eveniment që do të ndryshonte përgjithmonë jetën dhe karrierën e saj. Ajo mbërriti në Tiranë, si një nga finalistët e spektaklit Ethet e së premtes mbrëma. Për gati 6 vite këngëtaren e rockut e shohim në skenat e festivaleve shqiptare. Së bashku me ngjitjen dhe pjesëmarrjen e saj në Top Fest dhe festivalet e fundvitit ka edhe trofe, ashtu siç ishte çmimi Best Alternative në Top Fest 4 me këngën Një botë tjetër. Tashmë 20 vjeçare ajo ka spikatur në skenat e muzikës për timbrin e saj të veçantë dhe zërin e saj potent. Flaka gëzon simpatinë e publikut për këngët e saj të njohura si Jeta kërkon dashuri, Nuk mundem, le të bëhet ç'të doj. Por gjithë suksesi dhe dashuria që Flaka Krelani ka për muzikën nuk lidhet me profesionin që ajo ka zgjedhur në jetë. Jashtë pasionit të saj për muzikën, ka preferuar t'i bëjë llogarit mirë me jetën, duke zgjedhur të bëhet ekonomiste. Çfarë ka në sirtaren e saj të ëndrave dhe planeve për të ardhmen? Ndoshta një biznes i suksesshëm, por për këtë do duhet ende dhe pak kohë.